Shikues dhe mirë se po takohemi në emisionin e radhës rreth krijimtarisë në televizionin Fontana. Sonte kam derë dhe kënaqësi që me mua në studio është Kati Zhubi, i cili është njëri nga zërat më autentik të muzikës së vjetër qytetare në Kosovë dhe një kontribut dhënës i rëndësishëm në promovimin e kulturës në Gjakovë. Si kontraditor i Pallatit të Kulturës, Arsim Vokshi, ai ka punuar vazhdimisht për të mbajtur gjallë traditat dhe për t'i përcjell ato tek brezat e rinj. Për këtë intervistë, ai do të ndanë me ne të gjithë këto rrugtime, ku do të jetë kënaqësi edhe për ju shikues. Faleminderit Kati që je sonte në studion e televizionit Fontana. Përshëndetje, faleminderit, është nder dhe kënaqësi që të jem mesin tuaj. Faleminderit juve për mundësinë, ftesën dhe hapësirën. Faleminderit që gjetët kohën dhe jeni sonte në studion tonë. Atëherë si lindi pasioni juaj për muzikën e vjetër qytetare dhe kush ka ndikuar më së shumti në këtë rrugtim artistik? Realisht muzika bashkëjeton me neve si familje, tash shumë vite më herët, që është prej gjyshit tim, prej Agjës, të babai edhe të unë, që i bie që më shumë, jo që kam zgjedhë vetë muzikën, por që tradita familjare më ka zgjedhë edhe mu që t'jem pjesë e muzikës. Natyrshëm kjo me dëshirën dhe insistimin tim, edhe nashta edhe të talentit që të tjerat e kanë vrejt më shumë, këtë rast prindrit e mi, por që vlen të theksohet që shtytës do të thotë përpos familjes kanë qenë edhe angazhimi im personal gjatë kohës, sidomos në shkollën fillore e tutje, ku jam dallu si i ri, si fëmijë, si art dashës, muzik dashës, edhe për kohën edhe si këngëtar. Pastaj me kohë është rrita është zhvillu si aktivitet, dhe kemi mërri deri në ditët ku sot jemi. Atëherë, cilat janë sfidat më të mëdha për ruajtjen e këtij zhandri, kësaj muzike? E vërtet, fjala sfidë besoj që i përshtatet shumë situatës ku jemi tash, sidomos në këto kohë jo të lehta për vlerat, ku çdo gjë që prodhohet mund të jetë vetë përpos vlerë jo. Por gjithsesi po mundohemi me gjithë atë fuqi, atë mundësi që kemi, të ruajmë atë që quhet vlerë dhe që realisht na takon neve përgjithësi si këmbë. Është vështirë, është e drejtë, është vështirë sepse po jetojmë në një kohë ku nëse nuk është komerciale, nuk është vlerë. Nëse është komerciale mund të jetë gjithçka, por besoj unë është të momentit dhe kjo do të kalojë dhe çdo gjë do të kthehet në binjartës e vet, do të thotë të kulturës në përgjithësi, po edhe të muzikës në veçanti. Është vështirë, por unë vi nga Gjakova, si thatë edhe ju, fatbartësisht atje ruhet akoma, mbase jo siç duhet, por gjithsesi ruhet më shumë se sa në vende tjera, muzika që ne performojmë dhe që është autentike e popullit tonë. A keni bashkëpunues ndonjë grup, ndoshta më gjerësisht, të cilët mundoheni ta ruani këtë? Po, natyrshëm. Jemi disa, tash po flasim më për brezin e ri, sepse brezi i vjetër e ka tregu me kohë që ka qenë ruajtës i muzikës dhe i vlerave në përgjithësi, por ajo problematika është kryesisht e brezi i ri, por unë jam i bindur që edhe brezi i ri që po vjen, e ka dhe dëshirën edhe vullnetin që të vazhdoj rrugëve të parëve tonë dhe kështu të bëjmë ato më të mirën kultivimin e muzikës në Shqipëri. Apo e vlerësojnë gjeneratat e reja këtë muzikë apo këtë zhandër? Natyrshëm që ka zbeje, pra, sepse po them jemi në një situatë shumë koncize ku gjithçka është relative, natyrshëm, por problemi është që mendoj unë gjithë këto janë të kalueshme, por tradita e cila rrënjoset brenda gjeneve të një kombi, ajo nuk mund të shlyhet kaq lehtë. Dhe besoj unë gjithsesi do t'i kthehemi rrënjeve tona, origjinës tonë, natyrshëm në mënyrë më të moderne mbase, por gjithmonë duke ruajt autenticitetin, pra, atë bazën, vlerën e muzikës shqipe, të këngëve me temë dhe jo këngëve veç me dy fjalë kështu me marru këngë, po në fatbarësisht i kemi ato të tilla, kemi këngë shumë bukura, kemi melodi shumë bukura, kemi folklore të jashtëzakonisht të pasura të mirë, prandaj neve na duhet një kohë që këto antivlera, sepse siç kanë ardhur dhe shkojnë shpejt, çdo gjë që bëhet shpejt edhe marrën shpejt. Prandaj unë jam i bindur që do të kthehemi
në normalitet. Ashtu qoftë. Si koordinator i Pallatit të Kulturës, Arsim Vokshi, cilat janë disa iniciativa që keni ndërmarrë për të promovuar kulturën në Gjakov? Pallati i Kulturës Arsim Vokshi është një tempull kulture jo vetëm në Gjakov, por gjithandej i njohur në gjithë visat shqiptare, që ka qenë hapësirë e dedikuar për artistët shumë dimensional, pra jo vetëm të muzikës, por qoftë ata dhe të pendës, të humorit, të teatrit, e kështu me radhë, por në këtë rast po flasim për muzikën. Kuadrët të Pallatit të Kulturës operojnë sot, kur po flasim ansamble të ndryshme, si të këngëve dhe të vallëve, si edhe të vallëzimeve moderne, po ashtu grupe të ndryshme të teatrit, nga ato amatore deri profesionale. Pra, mendoj që është një vend ku gërshëtohet e bukura, e folura, e qeshura edhe e kënduara. Të gjitha këto në Pallatin e Kulturës Arsim Vokshi, siç e thatë edhe ju, pra po i kthehet jeta kulturore Gjakovës, rrethinës së saj dhe mbar Kosovës, pse jo. Sa po duhet të punoni që ta mbani atë kulturë pak në gjallë, me një farë fjale, ta mbani aktive? Fiks. Po, natyrisht, kjo punë nuk bëhet vetëm, realisht, por unë kam fat që punoj me njerëz, që më rrethoj njerëz të tillë që e duan edhe kulturën, edhe muzikën, edhe vallëzimin, edhe humorin, edhe teatrin, edhe gjitha kështu me radhë. Prandaj jemi një ekip e jashtëzakonshme që kontribuojmë dhe ofrojmë mundësi që të tjerët të krijojnë, mbase jo vetëm në vetë të krijojnë, por edhe të jenë dyrë të hapura që të tjerët të vinë, të shfrytëzojnë ato hapësira, të shfrytëzojnë ato salla, edhe të krijojnë gjëra të bukura. Cilat janë ato aktivitete që rigjallërojnë më së miri? Po ne tash për shembull kemi një grup muzikor të rive të qytetit që kultivojnë një muzikë jashtëzakonshme, muzikën e lehtë qytetare, grupin Rilindja, që operon brenda Pallatit të Kulturës. Pastaj kemi ansamblin e vallëve të qytetit, që kultivojnë valle të ndryshme të regionit të Gjakovës dhe jo vetëm. Kemi një ansambël tjetër folklor, do të vallëve folklorike të ndryshme të zonave, jo vetëm Gjakovës, por edhe me gjëra. Pastaj kemi grupet të teatrit që prodhojnë shfaqje dhe kemi teatrin mbase më aktiv, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon. Pra gjitha këtu kur korporohen nërmes vete, unë mendoj që krijojnë ditë të bukura kulturore, jo vetëm Gjakovë, por edhe me gjëra. Cilët janë disa këngëtarët më të vjetër, ndoshta kisha më thënë që i ke pak si krah, pak si shembull, si idol, të cilët ata kanë ruajtur atë muzikë dhe ti dëshiron të jesh hapave tyre apo je? Unë më shumë kisha më thonë, dëshiroj me qenë, se ajo mas jam le ta vlerësojnë si të tillë, por unë dëshira ime është që të shkoj hapave të tyre, sepse në kohë shumë më të vështira se sa ne sot, ata kanë mbajtur gjallë këngën shqipe, kanë mbajtur gjallë dëshirën për të kënduar, për të festuar shqip, që nuk ka qenë kohë e lehtë, dim secili në lëkurën tonë kemi provu, por mendoj unë që këngëtarët që na kanë trasu këtë rrugë të muzikës shqipe, natyrisht që mund të jenë edhe duhet të jenë edhe si pishtar tonë të rive, që të shkojmë tutje. Pa dosh me u fut shumë emra, nuk mendoj që jemi serioz nëse nuk e përmendim emrin Ismet Pejës, të Shkelzenia Tishit, ose nëse shkojmë edhe më herët të Qamilit Vogël, Mazllëm Mejzinit, të Ymerizës, të Daim Patokut, të kështu me radhë. Këta emra të muzikës tradicionale shqipe në Gjakovë, jo padyshim po ndalem aty gjithmonë, jo për shkak lokalizmit, si na pretendojnë si të tillë, por ideja është që ne jemi aty dhe jemi te kjo frymë e muzikës, prandaj edhe po i citoj si të tillë. Pra gjithmonë po mendoj që uroj se edhe unë të jem pjesë e atij rrugtimit të gjatë, por që mbi të gjitha është rrugtim për identitet, për rikthim në kulturën. A mendon ndonjëherë që vjen një pikë ku dorëzosh ndoshta për shkak që duke parë çka po servohet? Ose të heqësh dorë prej atij zhandri dhe të kthehesh në ato çka unë uroj që mos të vijë ajo pikë realisht, sepse kish më qenë mëkat. Unë jam shumë i ri realisht për më u dorëzu besoj, por që me këtë moshë që kam, me këtë bagazh që kam, e kam vut gjithin shfrytëzim për
për të ruajtur këto vlera që ne po i flasim. Dhe është më rëndësi që jo vetëm unë, po edhe gjithë të tjerë të mos dorëzohemi në këtë rrugë. Është shumë vështirë, të tjerët edhe mund gjatë kohës me nësit jashtë lojës, por që mendoj unë kemi mbi supet tona një barë shumë të rëndë, që brezave të ardhshëm t'ju tregojmë që për shembull para 100 viteve të ne është këndu dashnisë, është këndu luleve, është këndu bukurisë edhe gjinore, por edhe të tjera. Pra nuk ka lind as dashnia dhe as këngët për çiftet tash vonë me lindjen e këtyre zhanreve të muzikave të hershme. Por kemi pas këngë që në vitin 1924 të tilla, dhe që mendoj unë është një për periudhave më të bukura të muzikës shqipe. Prandaj është e kohët me menu dorëzimin. Inshallah bëu më shumë, jo më dorëzuan. Pikërisht. A mendoni që institucionet kulturore në Kosovë po bëjnë mjaftueshëm për ruajtjen e trashëgimisë muzikore? Natyrisht që jo. Bile shumë institucione kulturore edhe nuk merren fare me rujtje, po kanjëherë edhe merren më shumë me degradim të kulturës. Edhe mundohen që kulturat londineze t'i sjellin ta zonë Gjakov, për shembull, për mall gjithmonë, ose parisiene të binë Gjakov. Njeriu duhet me bashkëtu me kulturën e vetë që ka. Nuk mundemi ne me u bë brenda natës, as londinez, as parisien, as ku ta di unë. Ne jemi duhet me qenë krenar me atë që jemi. Janë skena të ndryshme, janë muzika të ndryshme që nuk përkojnë shumë me karakterin tonë, me identitetin tonë. Ato mund të vinë rrjedhshëm me kohën, kur ndrimi i gjeneratave të bukur të tillë. Nuk mund të gjithë hana nuk mund ta zej vendin e diellit, as dielli të hanës. Gjithçka është në këtë dyja është vendin e vet. Edhe te kultura duhet me qenë vendin e vet. Vinë kohë të ndryshme, kohë të tjera kur mund të ndryshojnë to. Prandaj po them se edhe institucionet kanë njerë, mbas edhe njerëzit brenda atyre institucioneve jo të duhur, po bëjnë disa hapa që janë në dëm të rujtjes dhe vlerave kulturore. Prandaj mbase me kohë edhe atje do të ndryshojnë, po aty jam pak skeptik. Më shumë jam të njerëzit individ që mbajnë gjallë si të tillë, se sa mbështetja kulturore. Ju e dini më mirë, ju jeni medium i tillë që jepni rëndësi dhe jepni vlerave jo vetëm muzikore, por edhe letrare, edhe teatro, ku di unë, dhe e dini se çfarë përkroje keni ose çfarë. Prandaj po them që është shqetësuese mos përkroja. E vërtet është përkroje hiç sa hiç. Fjalë të mira sot dush, por në Gjakove kemi fjalë thotë na janë mush xhepat me fjalë. Besa që të fjalë ka herë për kemi në mangësi, se jemi orientu si popull dhe si qytetar më shumë ka gjëra të tjera, të cilët nuk i hynë punë, ndoshta as rinis, as gjeneratës pasardhës, as kujt le të themi. Si mund të integrohet më mirë muzika qytetare në jetën artistike dhe kulturore në vendin tonë? Po, do të thonë, motivimi i grupeve të reja. Motivimi i grupeve të reja në kuptimin që t'ju krijojmë hapësirat. Le ti nxjerrim nga vorbulla e shkollave që realisht bullizohet asë me muzikë popullore. Nëse një djalë i ose një vajzë e re në shkollë fillore fillon me u marrë me muzikën popullore, ose me vallëzimin, fillojnë bullizimet ndaj atij pse ti kështu të po ka kalu kjo kohë, nuk ka kalu ajo kohë. Nëse shkon sot në Gjermani ose në Francë ose ku dushti, kur ata kanë festat e tyre kombëtare, i kitë gjithë veshën me veshët e tyre kombëtare. Do të thonë ata janë më të modernizuar se gjermanët e se francezët nuk bëhemi dot më. Edhe një 100 vjet jo, dhe pastaj se disha ndodh. Por edhe ata ruajnë atë që është vlera e tyre. Pra, neve veshja ose mos veshja as nuk na moderon, as nuk na kthen më mbrapa. Pra, duhet me fillu ky luftimi i kundërshtimit për muzikën, për vallëzimin, për artin që në shkolla. Nëse dikush lexon shumë bullizohet në shkollë, thotë ky djalë mamaje se lexon shumë. Kjo problem që fillon që në klasë të para, pra, të fëmijët, e vazhdon tutje pastaj. Edhe ai kur të rritet, natyrshëm që fillon me u treg. Unë jam koshient di mirë që te Pallati i Kulturës kur kemi mungesë jashtëzakonshme të trive që nuk afrohen ta zëm te ansambli i vallëve, pse më keshin shoqet se po vinë me vallëzume me dimi ose me shajnë me veshje kombëtare. Por kjo është problem, do të thotë kjo duhet më u thyj që në fillim, se nëse lejohet si e tillë mund të jetë problem më vonë. Prandaj unë mendoj që motivimi i grupeve të reja, nxënësave, të shkollave, që shkollë fillore e tutje, ato të rriten me
me muzikën, të rritën me koncertet. Unë dikur, jo që jam më i vjetër, po kur kemi qenë në shkollë fillore, kemi pas 3-4 koncerte gjatë një viti, dhe kur gjithë kemi qenë të angazhuar po secili në formën e vet. Dikush ka vallëzu, dikush ka bëu humor, dikush ka kënu. Dhe nuk ka qenë bullizëm, kush ka bullizu me ato që po vallëzon, ose ai tjetër që po bën humor, ose unë që po kënoj. Pra, mendoj unë familjet kanë qenë më homogjene, pra kanë vepruar më në kuadër të fëmijës, kurse sot fatkeqësisht nuk e kemi këtë gjendje. Dhe po mendoj unë që në kuadër të asaj që ju më pyetët është se të nis që herët që fëmijë dhe të mirëmi me t'ja instalojmë në kry që me knu shqip, me vallëzu shqip, nuk je demode. Përkundrazi, je modern, domethënë je modern sepse artin ton, kulturën tonë e shfaq sot në një formë tjetër. Dikur s'ka pas televizion, sot ka televizion, ja jemi këtu e qesim parë. Dikur në radio ose në lagje që ku ta di unë. Pra forma të ndryshme të bonit kulturën. Në përmbramje të ndryshme të cilat mbani, a është një audiencë ndoshta e mjaftueshme për ju, për atë që interpretoni, që juve ju krijon një lloj bindje që qytetarët kanë nisë të kthehen në mbajtjen e traditës dhe muzikës shqiptare? Po, e vërtet, mirë po, aty pak nuk është që mundet me u vrejt shumë aty sepse klientela jonë zakonisht mundet edhe me qenë njëjtë azumë, vijnë njerëzit që të ndjekin, të duan dhe të vlerësojnë për ato që bën, dhe kohë pas kohë mund të ketë edhe njerëz të ri, por për mendimin tim është mirë sepse për shoh çdo qytet ka organizime të ndryshme me muzikën me kështu. Edhe mund të vrehet ajo që po thoni ju, por unë mendoj që kjo duhet të instalohet më herët. Pra vlerësimi për muzikën, për vallëzimin, për artin përgjithësi, kulturën shqiptare duhet të instalohet pak më herët. Domethënë ti dini sot edhe kur bëhen edhe memorialet për betejë, për dëshmur mundohen me i bë modern. Domethënë dalin gjithsesi e kanë idenë me dal për identitetin tyre. Se nuk e di Ndoshta bëjnë për shkak të kërkesa ose kur e shohin që kanë më shumë. Populli e merr atë që ajo ti ofron. Po. Domethënë për momentin televizioni Fontana e ofron këtë emision që e kemi ne. Po e ofrojnë një emision tjetër mbas ata do ta shikojnë ose nuk e shikojnë. Por gjithsesi ne po e ofrojmë këtë emision. Dhe dikush mund ta dëgjojë dhe mund të marrni po pra dhe mund të marrni motivim mbas të kjo çka ne po mundohemi të paktën të bëjmë kontribut në këtë rujtje të në vlerave. Prandaj po them, gjithmonë është çka ti ofron. Mos prit ai me të kërku, sepse ai mbas edhe nuk din çka më kërku. Por kur ti e ofron, mundet me i pëlqy. Mundet mos më i pëlqy, por gjithsesi ka më i pëlqy s'është vlerë. A i çdosh që të jetë që të ndërlidhet pak edhe me aspektin e kulturës, pjesa e mediumave ku vajnë ndoshta në diçka që s'është dashur për me promovu në televizion. Po pikërisht është kjo, domethënë sot kultura nuk është komerciale. Edhe s'ka qenë asnjëherë realisht. Sot është bota është komerciale, jeta, çdo njeri prej nesh është komerciale. Edhe natyrisht që ofrohen emisione të tilla ku komercialiteti domethënë është vlerë, që realisht vlerën si të tillë nuk kish më pas as pore, as ari, as dukat që është dash me peshu. Fatkeqësisht jemi në atë situatë ku çdo gjë e pa vlerë mund të quhet vlerë, ku çdo gjë e pa qenë mund të bëhet, dhe kurse në të tjerët kadal. Andi jemi humbës në këtë aspekt. Nëse arrijmë bashkë jo, sepse unë Gjakovë ta zonë edhe ti këtu në Istokë sot kur jemi, në Burim, nëse keshim ndajtë secili në vendin tonë edhe kishim mujt më up. Por me qenë se jemi bashku sot këtu mund bashkohemi njerëz dikun tjetër, edhe më shumë, mendoj që nuk kemi humbës. Nuk zbehet ajo pjesë e traditës dhe kulturës. Me projekte të muzikore si jeni, cila ka qenë ajo kënga ndoshta e parë që e ke interpretuar dhe ka qenë pikërisht ajo që e ke marrë prej që e ke ndëgjuar të dikush dhe gjithmonë ke ndruar që ta këndosh vetë? Këtë kjo nuk di, muj me qenë jo i sakt për arsye sepse unë thash jam rrit në një familje ku kënga ka qenë alfa dhe omega e këtë zhvillimit familjes tonë. Por cila ka qenë e para, masa dhe nuk e di, prapë dhe muj me s'me qenë i sakt. Por që
Me kohë, pastaj kanë këngë të ndryshme, kanë lënë gjurmë në memorien time, në shijen time, duke ditë se këngët shqipe edhe janë me temë, janë me biografi, dhe si të tilla mund të prekin në raste ose në momente të ndryshme të caktuara. Po me sa më mendon ka qenë në mars i vitit 97 kur ne po mojshim festën e abetorës në shkollën Emin Doraku, por që atëherë na patën dëbu prej shkollave tona, dhe mojshim tek shkolla e muzikës sot kur gjendet. Aty ka qenë një program i mësuesës parë, Ilmije Porrini, për të cilën një respekt i jashtëzakonshëm për frymëzimin që ajo edukatore na ka bëu gjithë klasës aty. Dhe me sa më mendon aty kam pas kënu në atë kohën e festës dhe kam rrit me kënu vetëm strofën e parë të këngës, sepse në strofën e dytë janë fut forca policore në klasë dhe e kanë ndalu aktivitetin tonë dhe na kanë dëbu edhe prej asaj shkolle alternative që po mojshim atëherë. Me sa di unë ka qenë kënga A vritet pa vajësie, a çfarë foj ka drenisa, që e kënoj ke këngëtarja Leonora Jakupi në atë kohë, dhe do të thonë po flasim mars të 97-s, edhe do të thotë kështu ka qenë si ngjarje, nëse nuk jam shumë gabim. Pra, ajo atë këngë e moj mend, domethënë më kujtohet kurse më herë nuk e di, ka pas shumë të tjera. Po, ka pas të tjera. Domethënë sa e analizoni një tekst të një këngë, të cilën mendoni që përputhet në zhandrin, në karakterin tuaj, pasi që edhe kënga luan rol shumë pjesën e karakterit, sepse nëse nuk je i lindur për diçka që nuk e interpreton, s'mundesh ta mbarësh mbi supë, se mandej ndoshta mundesh edhe mos të kesh guxim, se sot po kanë guxim mjaftueshëm, edhe të futen prej një zhandrit në muzikë krejt komplet tjetër. Edhe prej moderatorës më bë këngëtare. Edhe prej moderatorës këngëtare, edhe mos rrotimi provu ndoshta. Ja. Se dihet, nuk e di. Këngët janë të bukura, këngët shqipe janë shumë bukura. Këngët shqipe janë të jashtëzakonshme. Sidomos këngët e Shqipënisë mesme, për mendimin tim, janë shumë spirituale, janë shumë shpirtërore. Çdo strofë ose çdo frazë aty në këngëve ngjall ndjenja të ndryshme të secili person, jo vetëm të unë në këtë rast, por të secili. Ku i këndohet dashurisë, i këndohet të bukurës, të mirës, të përgjithshmes kanjëherë, por edhe të përveshshmes në shumë raste. Pra, nuk e di, po baba jam thotë, po nuk të flejti kënga më mirë më se këno, se nuk të rrin tamam, është si punë teshave, i vesh, nëse janë tujat më rregull, nëse janë tujat ke me dalë si klon. Po ideja është që me ndje, me këndu, me i dhënë atë shpirtin këngës. Jo natyrshëm që mundesh gjitha këngëve me bot të tillë, po të paktën me u mundu që ajo që është e jotja, është e jotja. Ajo se s'mundesh, është mirë me dëgju tjetrin që mundut. Çfarë mesazhi keni marrë prej prindit pasi që ka qenë këtë rrugtim? Baba im nuk është që ka qenë shumë entuziast me vazhduunë. Sikur çdo prind që nuk ka qef me po fëmin në zanatin e vet. Dhe po nëna ime ka qenë. Ti pas parasysh sakrificat. Po pikërisht ai e ka po në gjatë këndin tjetër. Nëna ime ka qenë realisht promotore. Nëna tjetër zakonisht, nëna tjetër. Edhe se më pasqyrë në femën, këtë rast kisha thonë falenderoj në nënën time që më ka po këtu. Po, jo, desha me thonë që prindërit, bashkë edhe ajo që thatë ju që kanë po vështirësi, kanë po kështu, po thjesht kanë dashur me po diçka tjetër. Po megjithatë, në momentin që jam fut në këtë rrugë tim, natyrshëm që përkrojnë para rezervave të jashtëzakonshme, e kam pas prej të dy, në këtë rast edhe prej babës që jemi në të njëjtën rrugë. Po që gjithmonë më kanë thonë që nuk është rrugë e lehtë. Me qëndru nuk është lehtë, se ti me këndu është lehtë, po me qëndru aty. Me mbajt gjallë që ato çka fillon. Ajo nuk është lehtë sepse fryma të ndryshme gjatë rrugtimit munden edhe me të tjetërsu. Po megjithatë po mundohemi që me qëndru aty. Me qëndru.
A ka ndonjë këngë të veçantë me ndonjë domethënie të veçantë të cilën ti e cilëson dhe pse? Mund kisha mujt me përmend një duet që kemi bashkë me prindërin tim. Do të thotë ajo është këngë me tekst dhe me muzikë që e ka bu babi vet. Dhe teksti i saj mendoj unë ka me jetu shumë më gjatë se sa që jeton prindi jam dhe se sa që jetoj unë. Pra është tema e tillë ku thotë ti këndojmë djel më nis, më vjen t'i vë zjarr shtëpis. Vitet shkuan edhe vajten, që mu plake bab mu plake. Do të thotë i këndohet plesnisë dhe të kohës kalume, por që kur kujtohesh prap do të thotë e vlerëson atë që e ke dhe e vlerëson atë që po lind për mbrapa. Prandaj është një këngë që kemi punu bashkë, kemi punu me videoklip, është edhe në YouTube dhe në disa prej televizioneve të tjera. Ajo mendoj unë që ka me metë identitare e imja në karrierë. Të paktën deri tash, ma vu nuk e di çka ndodh, po deri tash është aty jemi. Me qenë se e kemi edhe në YouTube, a tha? Po. E kemi. Lejohet që ta dëgjoj këtë. Natyrshëm me kënaqësi më të madhe. Këtë këngë. Atëherë u titullua Çmu plak e babë. Çmu plak e babë, okej. Atëherë Elus Regjina, apo më saktësisht Adeun që ta dëgjojmë këtë këngë dhe do të rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Shkur për mu, bles që një aska është të bo. Amor bas ta kom dëftu, je moj miri në dynjo. Nuk do t'plakë shkur për mu, bles që një aska është të bo.
Atëherë të dashur shikues, pas kësaj këngë mjaft të bukur u rikthyem në pjesën e fundit dhe përmbyllëse të emisionit. Atëherë, Kati, çfarë projektesh të reja muzikore, kulturore keni në plan që të realizoni në aspektin e muzikës? Kjo kohë kur tash ne realisht jemi po bëhemi gati që të hyjmë te sezona e dorësmave, ajengjeve të secilit për nesh, por gjithsesi po përgatisim një kolazh me këngë me një këngëtare të Mitrovicës, me të cilën do të jemi bashkë edhe për festën e gruas 8 marsin, dhe do të thotë aty jemi që të ofrojmë diçka më të harreshme, kushtu gjithmonë dorësmave tona që janë simbol jo vetëm i muzikës, po i përgjithësi tashmë i vendit tonë. Edhe i traditës. I traditës. Ka ndodhur vitin e kaluar, keni kënduar në një pjesë, në një festë si 8 marsi? Tash 7 vite realisht. Unë jam për Se desha të pyes pak si shkon ajo mënyra e këndimit në një festë të tillë. Po është interesante është. Gjithsesi, tash 7 vite realisht po bëhen që jemi të angazhuar të 8 marsin në Gjakovë dhe jo vetëm edhe në vende tjera, kësaj radhe ka vendosur të jem në qytetin e bukur të mrekullueshëm të Mitrovicës. Dhe mendoj që do të kalojë mirë, sikur që kemi kaluar edhe herave të tjera. Dhe unë me kënaqësi ju uroj këtë festë të mirë. Çfarë mesazhi do të jepni të rinjeve që duan të ndjekin muzikën tradicionale dhe kulturore? Thyeni barrierat e kohës, të momentit, thyeni thashëthemet, ktheuni në identitet, këndoni për vendin, këndoni për të bukurën, këndoni për lulet, këndoni për nanën, për gruan, për motrën, për vllaun, dhe kështu do të jeni vetja, kështu do të jeni më modern se sa që të bëjmë atë që realisht po bëhet. Atë që sot është trend, ndoshta e kisha më thënë. Faleminderit shumë, faleminderit që gjete kohën që të jeni në studion tonë. Ju faleminderit juve, është kënaqësi, nderë e privilegj, unë që isha në mesin tuaj. Paqit sukses ju dhe të gjithë stafi i jashtëzakonshëm. Faleminderit për pritjen. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ju uroj shëndet dhe natë mirë. Miru takofshim në emisionin e radhës.